Pas përfundimit të zgjedhjeve të përsëritura lokale, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Limani ka dalë fitues bindshëm në komunën e Gostivarit, duke riafirmuar mbështetjen e gjerë qytetare. Menjëherë pas përfundimit të rezultateve, Limani së bashku me mbështetësit dhe simpatizantët e tij festoi fitoren në sheshin e qytetit. Në fjalën e tij para qytetarëve, Limani shprehu mirënjohje për votuesit e Gostivarit dhe për diasporën, duke cilësuar rezultatin si një dëshmi besimi dhe përgjegjësie. Ai theksoi se do të jetë kryetari të gjithë qytetarëve pa dallim dhe se me rikthimin në institucionin komunal do të nisë menjëherë punën për realizimin e projekteve dhe prioriteteve të premtuara. Përzemërsisht ju faleminderojmë për çdo sekond, çdo minutë, çdo orë dhe çdo ditë që keni kaluar duke na përkrahur në këtë betejë shumë të gjatë dhe sfiduese. Bravo! 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 Posaçërisht dua t'i faleminderoj mërgjimtarët, të gjithë ata të cilët mbetën këto ditë, por edhe ata të cilët janë në mërgjin, por bën që mos ju lajmërun familjarëve të vetë dhe e bën më të mirën për vendin dhe për qytetin ton. Ju faleminderoj përzemërsisht. Faleminderit gjithë aktivit politik, çdo antari, çdo nëndege, çdo dege, shefave të shtabit në Gostivar, doktor Nexhatiu Tisakut. Faleminder Mik Valdet që ishe pranë meje në çdo minutë të kësaj kampanje. Faleminder edhe liderëve tonë. Faleminder edhe familjes, babës, nanës, gruas time dhe 3 vajzave të mia që më kanë parë krah non-stop. Dhe më në fund, por më e rëndësishme, faleminderim më të madh Zotit që e lejoi dhe e bëri të mundshme këtë fitore tonë. Tash kemi 4-5 ditë. Tash kemi 4-5 ditë derisa të mbarojnë gjithë procedurat. Unë dhe Iseni bashkë me Valdetin edhe Evzalim, prej javës tjetër do t'i përveshim krahët edhe do t'punojmë çdo moment për ju. Faleminderit. Festa e fitores u shtri edhe për te Gostivarit, pasi Aleanca Kombëtare për Integrim shënoi suksese edhe në komunën e Vrapçishtit. Kandidati fitues Isen Shabani u bashkua manifestimit në sheshin e Gostivarit, ku përveç falënderimeve ndaj mbështetësve përcolli edhe mesazhe politike drejtuar kryeministrit Hristian Mickovski dhe kundër kandidatit të tij. Falënderit të përzemërta qytetarë të komunës së Vrapçishtit. Urime fitoren. Kjo fitore është e juaja, ne të gjithë së bashku bëm maksimumin për këto 6 muaj. Duke e ditur që nga pushteti qendror, si me ligje, si pa ligje, her me ato të Kushtetutës, her me ato të Mickovskit, ne ja dolëm përsëri fitoren. Jemi lodhur, besoj, edhe ju jeni lodhur më shumë se unë. Por besoni se në fund t'i avlejti, kur ka mundësi gjithë aparatin shtetëror të azrojmë, kjo lodhje është të themi që e bukur dhe e lumtur. Moa më përcollën të fala. Çfarë numri kishte ai kundër kandidati jonë? Goodbye forever.
Valdet Xhaferi, përfaqësuesi i Aleancës Kombëtare për Integrim dhe njëherësh kryesuesi i Këshillit të Komunës së Gostivarit, falenderoi votuesit, aktivistët, forumet partijake dhe drejtuesit e shtabeve zgjedhore në nivel lokal dhe qendror, duke cilësuar rezultatin si një fitore kolektive të strukturave dhe elektoratit Aleancës Kombëtare për Integrim në Gostivar dhe Vrapçisht. Faleminderit gjithëve shumë e dashur Mërgat që qëndruat në vendlindje për këto zgjedhje. Faleminderit gjithë qytetarëve të Gostivarit pa dallim që edhe në këtë raund, në këto zgjedhje të përsëritura, votuan për kandidatet e Aleancës Kombëtare për Integrim, për doktorin Valbon Limani në Gostivar dhe për Isen Shabanin në komunën e Vrapçishtit. Faleminderit shefave të shtabeve në nivel të qytetit, shefave të shtabeve në nivel të nëndegve, aktivistëve, forumit rinor, forumit të gruas dhe gjithë atyre të cilët pa u ndalur na e sollën këtë fitore. Faleminderit, na prifte mbara dhe dalshim faqebar të gjithë bashkë. Miru takofshim. Ndërkohë Nebi Rexhepi, sekretar organizativ i Bashkimit Demokratik për Integrim nga qendra e Gostivarit, deklaroi se kjo fitore i takon popullit dhe se ajo përfaqëson vullnetin e qartë të qytetarëve të këtyre komunave. Nderuar Gostivaras dhe të nderuar ju qytetar të komunës së Vrapçishtit. Fitoria është e jona, pushteti është juaj. Nga nesër të gjithë bashk, edhe në Gostivar, edhe në Vrapçisht. As këndin për të ulur, gjithë këndin për të ngritur, për komunat tona, për komunën e Gostivarit, edhe për komunën e Vrapçishtit. Ta gëzojmë fitoren dhe mirupafshim në fitore të reja. Festimet kishin nisur që më herët në shtabin zgjedhor të Aleancës Kombëtare për Integrim në Gostivar, ku gjatë procesit të numërimit të votave ishte i pranishëm edhe Arben Taravari, njëri nga liderët Aleancës Kombëtare për Integrim dhe kryetari Aleancës për Shqiptarët. Pas përfundimit të numërimit, Taravari e cilësoi rezultatin si shprehje të një fryme të re fitoreje, duke e paralajmëruar vazhdimin e rrugtimit politik drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat sipas tij pritet të mbahen brenda këtij viti. Iseni dhe Valboni, zbashku me ekipet e veta, Valdeti dhe Evzali, prej nesër do t'jen kryetar të komunës për të gjithë qytetarët e Gostivarit njësoj, pavarësisht përkatësisë etnike, politike, apo çfarë do qoftë përkatësie tjetër. Besoj se Aleanca Kombëtare për Integrim u tregua se bashk mund të bëjmë rezultate të jashtëzakonshme dhe kjo më është një frymë e re e cila besoj se do të vazhdojë në zgjedhjet parlamentare të cilët unë i pres 2026, ndash ato të mbahen në maj apo në tetor. Më vonë festës ju bashkua edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili deklaroi se në raundin e parë të zgjedhjeve në këto dy komuna, Aleancës Kombëtare për Integrim sipas tij ishte bërë padrejtësi përmes inxhinierive zgjedhore, sabotazhit dhe bojkotit. Dua të ndaj një shqetësim që se kam thonë asnjëherë në këtë proces zgjedhor. Dhe sidomos këto komuna si Gostivar dhe Vrapçisht që na është bërë me hile. Përveç që është përdor në komuna tjera inxhinieringu, këtu është përdor një mjet tjetër sabotazha, bojkoti që ne të mos triumfojmë në rrethin e parë të zgjedhjeve. Dua të ndaj këshetësim që nuk e kam shfaq. A thua do shkilet besa e dhonë. Dua t'i falenderoj çdo aktivist Bashkimit Demokratik për Integrim, të Aleancës Shqiptare që kanë punu, që kanë vepru, të gjithë bashkarisht për shpinë e për bashkët dhe për të ruajt besën e dhonë. Kjo ka qenë shumë e rëndësi dhe këtë kam dashur që të ndaj me ju dhe me gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë që na i duan të mirën dhe punojmë për të mirën e tyre.
Sipas rezultateve përfundimtare, në komunën e Gostivarit janë numëruar pothuajse 100% e votave. Valbon Limani ka fituar me 15.345 vota, që përbëjnë 64.48% të totalit, duke e krijuar një diferencë prej 7.835 votash ndaj kundër kandidatit të tij Nevzat Beta nga koalicioni Vlen, i cili ka marrë 7.510 vota ose 31.56%. Numri i votave të pavlefshme ishte 944, ndërsa pjesëmarrja totale në votim arriti në 23.799 qytetar. Në komunën e Vrapçishtit, pas përpunimit të 100% të votave, Sen Shabani nga Alianca Kombëtare për Integrim fitoi me 5.414 vota ose 61.59%, ndërsa kundër kandidati i tij pavarur i mbështetur nga Vlen, Zulhajrat Demiri, mori 3.135 vota ose 35.66%. Në këtë komunë u regjistruan 242 vota të pavlefshme, ndërsa në votim morën pjesë 8.791 qytetar. Diferenca mes dy kandidatëve ishte 2.279 vota.